Qëra është një farë legjende që kënë se PDK-n kejtë e kontrolon Samilo Shtoko. Po, që kjo e ka heksit lezim. Fatmir Limës shmonë se të qytetarë do të me kuptu, se na kemi ditë na që jemi qëtë mranda, dhe që e përcilën politiken, po këtë qytetarë do të me kuptu që interes i Samilo Shtokut, i Ramiz Ladrovcit, e i do persona qështu ka qenë me hinë Fatmir Limaj. Pse? Edhe kanë shty për me hy. Po? Sepse ka qenë nëse prej rajonit Drenicës, Drenosit dhe Skenderajt, shkojnë një numër i caktum i deputetve, edhe një numër i caktum tjetër shkojnë prej rajonit Malishevës, këta tre figura komandantë të QK-s, ishtë shumë ngusht, apet po kanë shumë dikim për DK, sepse po kanë shumë deputet mrena që ju vjen për degve tyne, ku këta kontrollojnë votën. E kontrollojnë, se kontrollojnë me digitrojnë, po kanë dikim se njerëz të respektojnë, i dojnë e tjere. E tash, kur ke interes si Samilo Shtokut me fut Fatmir Limën, brenda Mërgim Lushtokut, djolit i tërkuën gjdo intervist. Po, bile paralajmëroj që tha nuk e di ajo mu në pjesë e listës. Qashtu, po du me fut Fatmir Limën, edhe nuk arriti. Pse? Sepse vërteta PDK-s, të ndëruar zonja dhe zotëri, është ndryshe. Është që dega e PDK-s në Prishtinë është shumë e furt. Edhe dega e PDK-s në Prishtinë vendos. Oçan Uran Ismojli është më i fortë se Samilo Shtoku sot. Ndash beson, ndash mos beson. I ka votat mrena. Sa më kesh ke më shumë. Domethënë zakonisht vetë vendosë jam në zespret me thon. Vlorat Shtoku, Urani. Samilo Shtoku e kontrollon domethënë Uranin, edhe e kontrollon Vlorën, e kontrollon këto. Absolutisht jo. E çta ja votun kundër. Ja kundër. Ja Urani. Edhe çta rrezun, edhe Bedri Hamza dule tha e ka mik tha Fatmir Limën, domethënë pak la me të regu që e kësha shti për mu. Unë jëmë pro, apëtin, do më thonë, Bedri Hamza është i Mitrovicës, po tani usun, do më thonë, njëjtit njerëz, usu edhe Darda Mullisa i PSD se qështu statusa sa pa isha, do më thonë, e prejnë bështetësve të VV-s, theshin, do më thonë, se tash banda e Uranit, apëtin, kuro po banda e Uranit. Nuk e di tash, çfarë emri kanë mjalon, veç dega Prishtinë është më e fortë se dega tjera. Sa po du me thonë,